Kurora e gjelbër e qytetit të Pukës është rrezikuar seriozisht mëngjesin kësaj të martë pasi një vatër zjarri përfsheu një pjesë të sipërfaqes së plotëzuar. Dyshimet e para janë se zjarri mund të jetë shkaktuar qëllimisht, ndërsa ka ndërhyrë më njëherë një zjarrfikse të Pukës, të ndihmuar nga banorët e lagjes së Laçaj. Ndërhyrja e shpejtë bëri të mundur vënien në kontroll të flakëve, duke shmangur përhapjen e tyre dhe marrjen e përmasme të mëdha. Kurora e Pukës, e karakterizuar kryesisht nga drur pishe, konsiderohet një prej pasurive natyrore më të çmuar të qytetit. Prej vitesh banorët kanë kontribuar në mbrojtjen e kësaj zone nga zjarret. Ja, kondi ka njerëz dikush. Po çfarë të vol çka komisariat ka njerëz dikush, nuk njerëz vetë. Kjo është hera e parë pas shumë vitesh një zjarr kërcënon seriozisht këtë hapësi të gjelbër, e cila është rrjedh në qindra hektarë rreth qytetit të Pukës, ndërkohë policia ka ngritur një grup hetimor për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit dhe për të verifikuar dyshimet për një zjarrvënie të mundshme të qëllimshme.